Abononi në kanalin ton duke bërë subscribe dhe klikoni zilen për video tona të reja. Hoqi nishanin për estetik, aktore në humorit e Gjem Belaja, ja çfarë ndodhi më pas. Aktoria e njohur e humorit botëror, Catherine Ryan, është diagnostikuar me kancer të lëkurës. Ajo ka treguar se si heqja një nishani u kthye në një makth për jetën e saj. Ajo shkoi tek mjeku për të hequr nishanin për të qenë më estetik, por heqja e tij ishte fatale pasi kanceri i lëkurës u përhap në trupin e saj. Ndaj ajo bën thirrje që të mos i luani nishanet e të bëni vizita tek mjekët ekspert. Ka disa shenja të përgjithshme për të mbajtur në sy që mund të tregojnë kancer të lëkurës. Këto përfshin njolla, gunga apo njolla të reja ose të pazakonta në lëkurë që nuk shërohen ose që ndryshojnë në madhësi, formë dhe ngjyrë, një plak që nuk shërohet brenda 4 javëve, një rritje që rrjedh gjak, kruhet, kore apo zgjebje për më shumë se 4 javë, zona të lëkurës që janë të kuqe, të fryra, me luspa apo me kore, lëkura që ndjen kruarje, që është e ndjeshme dhe e dhimbshme. Nishanet e reja ose ndryshimet në nishanet ekzistuese mund të tregojnë melanoma. Këto ndryshime mund të përfshijnë një nishan i cili është duke u bërë më i madh, duke ndryshuar formën ose duke ndryshuar ngjyrën, që ka gjakderdhje ose duke u bërë kore, që fillon të kruhet ose ka dhimbje. Vlen gjithashtu t'i përkushtoni vëmendjen nishaneve që janë asimetrike, që kanë kufi të parregullt ose zona me ngjyrë të ndryshme, si dhe nishanet që janë më të mëdhenj se 6 mm. Për më shumë, klikoni në video tona të reja.